Qyteti dhe shumë fshatra mbeten sot e kësaj dite pa furnizim me ujë të pijshëm, prandaj do të investojmë në ujësjellës dhe implante të ujrave të zeza. Programi ynë qeverisës për 4 vite të ardhshme është i bazuar në transparencë, pjesëmarrje qytetare, zhvillim ekonomik e social, mjedis të pastër, modernizim të shërbimeve dhe siguri publike. Prioriteti ynë i parë është zgjidhja e problemit të ujit të pijshëm, me cilin problem po ballafaqohen që një kohë të gjatë qytetarët e Klinës, trajtimi i ujrave të zeza. Qyteti dhe shumë fshatra mbeten sot e kësaj dite pa furnizim me ujë të pijshëm, prandaj do të investojmë në ujësjellës dhe implante të ujrave të zeza. Në arsim synojmë rritjen e cilësisë në arsim. Gjithashtu kemi para pa dhe hapjen e një shkolle të mesme të bujqësisë. Do të ofrojmë bursa për nxënës dhe fëmijë me nevoja të veçanta, po ashtu do të shtojmë edhe numrin e bursave për studentë, sidomos të drejtimeve deficitare, ambulancat lokale me pajisje moderne dhe zgjerimin e qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Klinë, banatorët me një kujdestari 24/7, në bujqësi 47% e territorit është tokë bujqësore në komunën tonë, andaj mendojmë që të krijojmë penda dhe kanale të ujitjes, pasi deri me tash diku në 10% e territorit të tokës punuese ujitet, dhe kemi synim domethënë që të arrisim këtë nivel të ujitjes së tokave. Në mjedis do të ndërtojmë implantin për trajtimin e ujrave të zeza, do të fusim ndarjen e mbetorinave, gjelbrimin urban dhe do të mbështesim investimet në energji të ripërtëritshme. Në administratë do të digitalizojmë shërbimet komunale, do të publikojmë buletinin e rregullt për shpenzimet dhe do të krijojmë platformë online për ankesa e sugjerime.